Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, paqja dhe mëshira qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Është një ajet kuranor ku Allah subhanahu wa taala thotë: "Wa laqad khalaqna al-insana fi kabad." Edhe krijuam njeriu në vështirësi, pra në vështirësi të njëpasnjohshme. Për këtë arsye edhe nëse e shohim jetën e insanit, jetën e njeriut, e shohim se ai vazhdimisht ballafaqohet me kriza, me probleme, me vështirësi. Pra jeta e botës e këtillosh. Ka çaste të lumtura edhe ka çaste të hidhura. Ka, domethënë, vështirësi edhe ka lehtësime. Edhe jeta e njeriut, domethënë, është si me thënë një farë peripecie, ndonjëherë është mirë, ndonjëherë nuk është mirë. Për këtë arsye edhe Allahu xhelalu ala ka përmendur dhe tha: "Wa laqad khalaqna al-insana fi kabad." Edhe e krijuam insanin në vështirësitë njëpasnjohshme. Çdo herë sa e realizon qëllimin e vet, i del ndonjë qëllim tjetër. Sa e kalon një krizë, i vjen një krizë tjetër. Dikush i sprovuar në shëndet, dikush i sprovuar në vlat, dikush i sprovuar në pasuri. Pra secili prej njerëzve i ka sprovat në atë mënyrën që Allah subhanahu wa taala i ka caktuar. Edhe riskun, furnizimin Allahu e ka ndarë, domethënë, dikujt i ka dhënë më shumë, dikujt i ka dhënë më pak, edhe ka bën si me thënë një farë balansi. Pra nëse dikujt Allahu i ka dhënë pasuri, ndoshta i ka marrë diçka tjetër. Ose për shembull dikujt i ka marrë, për shembull, i ka dhënë fukarallëk, mirë po i ka dhënë shëndet. Pra çdo herë njeriu është në vështirësi, pra vështirësi pas vështirësie. Një prej vështirësive me të cilën ballafaqohet njeriu në jetën e kësaj bote, mirë po edhe pse kjo vështirësia mund njeriu t'i duket e lezetshme. Mirë po, gjunahi, nëse flasim për gjunahin, është vështirësi. Edhe pse në sytë e vepruesit të asaj vepre i duket atraktiv, i duket i lezetshëm. Pra shumë prej gjunaheve janë në shikim të parë janë të lezetshëm. Mirë po ka azap edhe ka dënim për ata. Dënim që në dunjë për para e ahiretit. Për këtë arsye parashtrohet pyetja, ku të çojnë gjunahet? Pra këto gjunahe të cilët i bëjmë, ku na çojnë? Ku na shpijen? Kjo rruga me gjunahe, bën gjuna sërish, pendohu, prap bën gjuna, ku të çon kjo rrugë? Pra kjo është thelbi ose esenca e kësaj temës për të cilën ne do të flasim. Thot Abdullah ibn Abasi, Allahu mëshiroft, vepra e mirë ka ndriçim në fytyrë edhe ka dritë në zemër, dhe gjerësi në furnizim edhe forcë në trup. Pra çdo vepër të mirë të cilën e bën njeriu i ka domethënë aspektet pozitive. Sigur se Allah subhanahu wa taala i ka dhënë disa privilegje vepruesit të veprave të mira. I ka dhënë nur dhe ndriçim. Nga ana tjetër, veprimi i gjunaheve dhe i harameve, edhe ajo padyshim se i ka pasojat e veta për të cilën ne inshallah do t'i trajtojmë gjatë kësaj ligjërate. Edhe kanë thënë dietarët se bërja e gjunaheve është nënçmim, ndërsa nga ana tjetër të kapurit për dinin e Allahut trashëgon krenari edhe mburje. Pra të kapesh për kufijtë e Allahut, të respektosh kufijtë e Allahut, kjo padyshim se është krenaria. Edhe Allah subhanahu wa taala e ka përmendur: "Men kana yuridu al-izza falillahi al-izzatu jami'an." Edhe kush e don krenarin, le të di se krejt krenaria i tokon Allahut. Prej Allahut është krenaria. Sa njerëz sot flasin për krenari, nuk e dinë se çka në realitet krenaria. Ka njerëz të cilët mburren edhe krenohen me harame edhe me degenerime. Ndërsa krejt krenaria i tokon Allahut, pejgamberit edhe besimtarve. Për këtë arsye, kur flasim ne për faktin se ku na shpijen pra këto gjunahet. Gjunahet, ose për efekteve të gjunaheve, të cilat i kanë këto shumëta efektet negative. Pra të çon në humbjen e xhelozisë për dinin e Allahut. Pra veprimi i vazhdueshëm i gjunaheve të shpijen në çka? Humbën në zemër xhelozia për dinin e Allahut. Shkelen kufijtë e Allahut nuk e ka dërt. Vriten muslimanët nuk e ka dërt. Vetëm e shes si lajme dhe
ose telefoni e bën scroll, u kri puna, nuk ka, më thonë, nuk e bren diçka në zemër. Edhe shpesh e ngurtësia e zemrës shpesh paraqitet prej gjunave të cilat i vepron njeriu. Allahu xhallahu ala e ka përmendur në një ajet i cili wallahi është prej ajeteve të frikshme. Pra këto gjunahe na shpijejnë edhe në jetë të vështirë, prej në dunjë përpara ahiretit. Pra patjetër, çdo gjuna i ka, do të thonë, efektet negative të vet. Edhe Allah subhanahu wa taala ka përmendur edhe ka thonë: "Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka." Edhe kush largohet prej fesë time, atij do t'i jap jetë të vështirë. Allahu na ruaj. Me thonë, jetë të vështirë, jetër e kësaj dunjaje përpara ahiretit. Pra si rezultati çkajt, krejt deri te ajo na kanë çu gjunahet të cilët ne i bëjmë. Pra jeta e vështirë, sa prej njerëzve janë të cilët i kanë krejt mirat një jetë. Ka pasuri, ka vetur, ka shtëpi, ka banesë, ka krejt mira, mirë po asnjëherë nuk është i kënaqur. Çdo herë vonë, më thonë, nuk e ndjen atë mirësi, nuk i ndjen edhe nuk i jeton mirësitë të cilët ai ka. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Kush largohet prej fesë time, ai ka me pat jetë trontë, edhe nëse i ka miliardat, edhe nëse i ka pasurinë e dunjos, edhe nëse i ka familje, nëse i ka vlade, pallate, ku ta di unë, pasuri, pa marrë parasysh ka. Sërish pra ka jetë të rëndë në dunjë. Për këtë arsye, edhe e shohim pak nësitë shumëta, sa njerëz, më thonë, vuajnë prej probleme psikike, prej të cilët rezultojnë prej çka? Rezultojnë prej gjunohave në esencë. Pra, më thonë, gjunohet shkaktojnë një farë ngushtësie në zemrën e njeriut. Pra, ta hum xhelozin për dinin e Allahut, ta hum xhelozia për fe, po ashtu edhe të vjen jeta e rëndë. Ndërsa jeta e besimtarit, i cili është i kënaqur që Allahu të jetë Zoti i tij, që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të jetë pejgamberi i tij. Pra kjo është jeta e real, jeta domethënë në të cilën besimtari nëse i mungojnë këto saltanate, zbukurimet e botës, sërish e ka një shpresë te Allahu xhallahu ala. E ka shpresën te Allahu. Edhe e din se një ditë do ktheheta, edhe e din se këto janë sprova të dunjos të cilët do të kalojnë. Përjetësia nuk ja dhon askujt. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dërguar i Allahut të shihë vdekjen. E fa in mitte fa humul khalidun, Allahu xhallahu ala i tha. Nëse vdisje, ato do të jenë përhershëma. Pra ti o Muhammed, nëse do vdisje, ato s'janë përhershëm. Pra krejt do vdesen. Inneke mejitun, wa innahum mejitun. Ti je i vdekur edhe ato janë të vdekur. Pra Allahu i drejtua Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me gjithë pozitën madhështore që e kishte i dërguar i Allahut. I tha, ti je i vdekur edhe ato janë të vdekur. Ti do vdesësh edhe ato do të vdesen. Thumma inda al-qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Edhe më pastaj në ditën e kiametit te Zoti juaj do të gjikoheni. Do të merrni hak me njëri tjetrin. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas." Është përhapur fesadi në tokë edhe në detra si rezultati asaj që ka punuar duart e njerëzve. Pse erdhi deri te kjo? Çka e solli, më thonë, çështjen të vinë në këtë gjendje? E sollën gjunahet, padyshim. Rezultati çka? Rezultati veprave tona, rezultati duarve tona, këmbëve tona, fjalëve tona, mendimeve tona. Pra këto janë ato të cilët e kanë çu gjunahet, janë ato të cilët e kanë çu për situatën deri në këtë gjendje. Ky njeri i cili vazhdimisht e ka zemrën e hapur për gjunahe. Njeri i cili nuk e ka seriozisht tauben edhe pendimin te Allahu subhanahu wa taala, gjithmonë jep përparësi jetës kësaj dunjaje. Asnjëherë nuk e shet jep përparësi ahiretit. Ndërsa Allahu xhallahu ala ka thonë: "Dhalika bi annahum istahabbu al-hayata ad-dunya ala al-akhirah." Kjo është nga që ata i dhanë përparësi jetës dunjos përpara ahiretit. Wa anna Allahu la yahdi al-qawm al-kafirin. Dhe Allahu nuk e udhëzon një popull pra jo besimtar. Në çka të shpijejnë gjunahet? Gjunahet të shpijejnë në pesimizëm. Pra pesimizëm, për çka? Pesimizmi i ka rënjët e thella. Pesimizmi po ashtu shkakton edhe dembeli.
Nuk flasim për atë dembelin në aspektin material, sepse krejt njerëzit, ose 90% e njerëzive, punojnë, lodhen, i bon 8 orë ose 12 orë punë, punon edhe lodhet edhe jep sakrificë për dunjë, edhe e merr çmimin. Mirë po flasim ne për çka? Për dembelin edhe për pesimizmin në aspektin fetar. Në atë çka është mes teje edhe mes Zotit tënd. Pra për këtë pesimizëm flasim. Për këtë humbje të vullnetit flasim. Ndërsa gjunohet çka të çojnë? Pra këto gjunohet, pra të çojnë deri në pesimizëm. Për këtë arsye sheh shumë të ri, edhe të reja, të cilët e fillojnë hapat e parë në Islam. I bën disa muaj, i bën disa vite, mirë po me kalimin e kohës as një hap nuk ecën përpara. As një germ të Kuranin nuk e mëson. As një sunet ma tepër ta praktikoje. Mjaftohet ndoshta vetëm me farzet, edhe asgjë tjetër. I bën 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet. Më thonë, kalon disa vite në Islam. Ndoshta edhe i bën edhe 10 vjet në Islam, mirë po ende është sikur se ditën e parë kur ka filluar ta praktikoj dinin. Pra kjo është padyshim se rezultati çkajt, padyshim se rezultati gjunave. Pra ngelen njeriu mbrapa, pse nuk përparon. Pra kjo është ajo rruga të cilën çojnë gjunahet. Për çka? Në pesimizëm edhe në dembeli. Pra nuk ka synime të lartaj. Nuk ja ka venduar për shembull si qëllim jetën e vet. Unë, për shembull, këtë vit ta mësoj kam për qëllim brenda disa muajve ta mësoj leximin e Kuranit. Brenda disa muajve ta mësoj një gjust Kuran, 5 faqe ose 10 faqe, ti mësoj përmendesh. Brenda për shembull këtij viti ta agjeroj ndonjë han ose ndonjë tenjte kështu më radh. Brenda këtij viti ti ndëgjoj krahas hutbeve të cilat i ke obligative, ti ndëgjoj edhe çdo javë nga 1 ose nga 2 ligjërata. Për dunjë i ke ato qëllimet e tua. Avancimi shkencor, po, do avancoj. Prej magistratur, do bëhem doktor, tituj, rruga, më thonë edhe të puna e rrugës, do të avancoje prej 500, 700, 1000 e kështu më radh don, mirë po në aspektin fetar nuk ka shumë synime. Më thonë nuk është pesimist. Jo bese zbohet, jo bese nuk arrihet, mirë jam, ka e në ma keq. Edhe këto janë ato arsyetime të cilat njeriu pra ja bën qefin vetes vet. Pra këti njeriut, mëkatet e çojnë në çka? Pra po ashtu e çojnë edhe në humbjen e kohës. Pra ky njeri ka me bollëk, sa dush ka. Plot vakët. Pra gjithmonë ajo është i lirë, gjithmonë mund ta gjenjsh atë të lirë. Mirë po, çka më problematike është se kur njeriu bën gjunahe, këto gjunahe të çojnë edhe në një diçka e cila është shumë e rrezikshme. E ajo se Allahu këtë njeri mund ta zëvendësojë. E zëvendëson me një njeri tjetër. Ti mos mendo se ke hyrë në Islam edhe je i pazëvendësueshëm, ose ti si hoç s'jam unë i zëvendësueshëm, s'ka si unë. Edhe ti mos mendo se je i pazëvendësueshëm. Krejt janë zëvendësueshëm. Thot Allah subhanahu wa taala: "In tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum." Nëse ju zbrapseni, Allahu ju zëvendëson me dikon tjetër që s'kan me qenë si ju. Ju zëvendëson me popull tjetër çka s'janë si ju. Qoftë në nivelin më të lartë, do të thonë popullin si popull e zëvendëson me një popull tjetër, ose individin si individ. Ti zëvendëson, mos mendo se rolin çka ti e lun, mos u bë për atyre të cilët mendojnë se ti je qendra e dunjos. Krejt sendet rrotullohen rreth teje. Pa ty, do të thonë nuk ecën kur nisi. Çdo njëri prej neve është pra i zëvendësueshëm. Për këtë arsye, kur njeriu mendon se unë jam i pazëvendësueshëm, unë jam më i miri, pa mua s'ka, do të thonë pikërisht kjo është ajo e cila quhet, do të thonë mendje madhësi. Ndërsa Allahu ka thonë, nëse ju zbrapseni, Allahu ju zëvendëson me dikon tjetër i cili nuk ka me qenë sigurse ju. Veprimi i veprave të mira nga ana tjetër, pra e largon njeriu nga veprimi të këqijave. Edhe ka thonë Allahu subhanahu wa taala: "Innal hasanata yudhibna sayyi'at." Po, veprat e mira i shtyjnë veprat e këqija. Mirë po kur njeriu është i angazhuar me vepra të mira, ai normal nuk ka me pat kohë për veprat e këqija.
Ndërsa zakonisht, kush bën veprat të këqija? Ai i cili nuk vepron veprat mira. Sepse shumë pak janë ato prej njerëzve i cili nëse nuk e bën ndonjë vepër të mirë, nuk është i kyçur ndonjë haram. Në përgjithësi ose ka me qenë duke vepruar një halal, ose ka me qenë duke vepruar ndonjë haram. Andaj edhe njëri prej dietarëve të hershëm e ka thënë, nuk më kujtohet me emër cili. Thot, do të vijë koha ku vepra më e mirë çka do e bëjë njeriu është xhumi. Pse vetëm kur është të flet nuk bën haram. Vetëm kur flet nuk i bën gjuno. Sa çohet e çel telefonin, sa çohet e çel diçka haram, ose merret me haram, ose flet diçka haram, ose shikon haram e kështu me radhë. Pra shife, deri në gjendje të arrijë situata ku më thon ku prej veprave më të mira që njeriu i bën, ka me qenë se flet. Në këto momente pra nuk bën kur një haram. Pra shife deri ku ka mundësi që njeriu të arrijë duke e hapur pra zemrën edhe gjoksin për gjunahe. Thot dietari i njohur Ebu Hazim thot, kemi arritur kohën kur njerëzit banin vepra të mira në maksimum sa që s'kishte mundësi të shtoje diçka të mirë. Pra shive, kemi arritur gjenerata, pra gjenerata e kujt? Gjenerata e sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thot kemi arritur njerëz gjeneratat para të islamit, pra të cilët aq ishin të angazhuar, qoftë me namaz, qoftë ose me përcjellje të xhenazes, ose për shembull me vizitë ndonjë të smurit. Nëse ati do i thuaj a ka diçka tjetër çka mund të bësh, nuk ka kohë të lirë. Ne sot ankohemi, s'kemi kohë të lirë. Pse? Jom duke shiku futball, 90 minuta futball, 110 minuta, 120 minuta futball. Thot s'kam kohë tash. Do thanë i llogaritën edhe sendet të cilët janë madje edhe sendet e kota, e llogaritën se është i zanë me diçka kualitative. Duke bëhet diçka të madhe. Se nëse ti nuk e shikon atë futball, domethënë çka do bëhet? Do bëhet kiameti, domethënë nuk ka punë e madhe nëse ti nuk e sheh. Ose nëse e merr vesh rezultatin pak më vonë. Aq jemi bërë, domethënë ekstrem në disa sende të cilët janë gjëra të cilët janë stolit kësaj dunjoje, tek të cilët tek disa njerëz për shembull kanë më shumë vlerë, tek disa njerëz kanë më pak vlerë e kështu me radhë. Për këtë shkak edhe sikur se ka thonë Omer radiallahu anhu, llogarite veten tënde përpara se të llogaritesh. Vine veten hesab përpara se të vinë hesab. Bëni llogarinë e veprave tua, çka kanë bën, si kanë bën. Për arsye se Allahu subhanahu wa taala e ka përmendur dhe ka thonë, belil insanu ala nafsi basira. Por se insani, njeriu e sheh veten e vet. Ti e njeh veten tënde. Ma mirë se çka e njeh dikush veten e vet, sicilli e njeh veten e vet më mirë se sa tjetri. Pra çdo njeri i din aftësitë e veta, i din pikat e dobta të veta, edhe normal nuk e lejoj dikush të marrë për njerëzën përgjithësi se ai nuk i din hallet se si kam unë. Unë i di hallet e mia, unë i di gjunahet e mia. Unë i di mangësitë e mia më mirë se krejtjerët. Edhe të afërmit, edhe bashkëshortja, edhe kushtjese nuk i din mangësitë e tua realisht ashtu sikur se ti i din. Meqense ti i din, atëherë bjeri vetes mbas. Sepse përshëndeti me kanë ndonjë dhimbje vogël me njëri bie mbas. Apo keni problem, keni dhimbje dikundë në trup, i bie mbas. Mirë po, kur çalojmë edhe kur dështojmë në atë aspektin mangësisë në fejen tonë, atëherë nuk ndërmarrim masa. Sepse vjen një ditë të cilën Allah subhanahu wa taala e ka përmendur. Edhe ka thonë, edhe ka treguar se çka ka me thonë insani në atë ditë. Do thotë insani, do thotë njeriu. Wa qalu ma li hadha al-kitab, do thonë, o Zot, çka ka ky libër? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Nuk ka lënë ndonjë vepër të madhe ose të vogël përveç se e ka numëruar. Pra, krejt sendet, të vogla edhe të mëdha, libri, domethënë, iqra kitabek. Lexoje librin tonë, do të thuhet atë ditë. Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Mjafton që sot je vetë llogaritish veten tonë. S'mund ta mohojsh. S'mund ta mohoj se do të prezantohet. Wa wajadu ma amilu hadira. Edhe e gjetën prezente atë çka ata e punuan. Krejt s'mund ta mohojsh, sepse vepra jote duket do të prezantohet vepra një nga një. E kanë pyet një prej dietarëve të hershëm. I kanë thënë, po si Zoti jon ka me na marrë përgjegjësinë edhe krejtve? Sepse e dim, secili individualisht ka me dalë përpara Allahut, ka me dhënë llogari.
Edhe e kanë pyetur këtij dietarit vjetër, i kanë thënë, si do na marrë Allahu neve në përgjithësi krejtëve? Ka thënë një, sigur se ju furnizon krejtëve për një herë, edhe ju merr në përgjithësi krejtëve për një herë. Allahu është furnizuesi i asaj çka në qiell, në tokë edhe në detra. Allahu do të thonë jep jetë dhe jep vdekje. Edhe Allahu furnizon, edhe Allahu na furnizon edhe neve. Pra shumë, kjo është lehtë për Allahun. Për Allahun nuk është asgjë e vështirë. Kun fekun, bëhu edhe bëhet. S'ka do të thonë diçka për Allahun subhanahu taala të vështirë. Ku të çojnë gjunohet ende? Pra, të çojnë drejt përfundimit të keq. Ndërsa përfundimi i keq është Allahu na ruajtë zjarri i përhershëm i xhenemit. Pra përfundimi i keq i ka edhe shenjat e veta. Shumë për njerëzve kur flasin për përfundimin e mirë dhe përfundimin e keq, flasin për përfundimin e mirë. Thotë hoxha, duket ishte përfundimi i mirë, se xhenazja shumë e lehtë ishte. E kanë kap 6 veta, shumë e lehtë ishte xhenazja, ose për shembull ka vdekë xhumo proma, a janë këto realisht shenja të përfundimit të mirë. Pa mos hinte secila prej këtyre çka i përmenda. Shenje përfundimit të mirë, nëse njeriu përfundon jetën e tij në ndonjë prej ibadeteve, në ndonjë prej adhurimeve, qoftë në namaz, ose në haxh, ose në ndonjë vepër të mirë. Kjo është padyshim se është prej shenjave të mira. Ndërsa prej shenjave të këqija, Allahu na ruaj nëse përfundon në ndonjë haram prej harameve, ka bën ndonjë haram edhe Allahu ja ka marrë shpirtin në atë haram. Pra kjo është padyshim se prej shenjave të këqija. Pra nëse ne bëhemi prej atyre, të cilët shumicën e kohës e kalojmë në vepra të mira, edhe vdekja ka me të ardhur në vepra të mira. Ka me të ardhur ose në punë të cilën ti, mundohesh edhe djersitesh për ta përfituar një pasuri të cilën do ta shpenzosh për familjen tënde, edhe kjo konsiderohet për vepra të mira, ose për shembull do të kaloje ose në një ligjerat, ose në xhami, ose në një vepër të mirë. Para ndonjë namazi ose mas ndonjë namazi ka më në vdekje. Pra kjo është ajo të cilën të gjithë ne e kërkojmë, që të na marrë Allahu xhallahu ala shpirtin në ndonjë prej këtyre veprave të mira, me të cilët Allahu xhallahu ala është pra i kënaqur. Thot Ibn Rajab al-Hanbali, thot përfundimi i keq vjen nga ndonjë vepër ose nga ndonjë gjunah i brendshëm, të cilin nuk e shohin njerëzit. Dhe njeriu përfundon me përfundim të mirë për shkak të ndonjë vepre të mirë të cilën nuk e shohin njerëzit. Dhe ka mundësi që njeriu të veprojë vepra të këqija, mirë po në brendi ka diçka të mirë, e cila e bën që ai të ketë përfundimin e mirë. Dhe ka ardhur në një hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, hadith ku thotë i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam prej Theubanit radhiyallahu anhu, thotë, do të vinë, unë thot njoh njerëz prej umetit tim, që do të vinë në ditën e Kiametit me vepra të mëdha, të mira, sikurse kodrina tihamet bejda. Edhe Allahu do a bëj ato pluhur e hi. Ato i thanë, sifhum lena ja Rasulullah. Na i përshkruaj neve, o i dërguari Allahu, si janë këto, çka janë, si janë, ta dim. Pasi që ato janë prej neve, janë prej lëkurës tonë, prej familjeve tonë, ose prej të afërmit tonë, prej umetit tonë, të cilët falin natën sikur se falim ne. Pra këtë përshkrimi ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Falen prej, më thënë, ndajnë prej natës tyre sikur se ndajnë ju. Krahas farzit. Farzin nuk është diskutabile as pak. Më thënë, falin natën namaz vullnetar sikur se falni ju. Thot falin namaz sikur se falni ju, janë prej jush, mirë po kur vetmohen me kufijtë e Allahut i shkelin edhe i te kalojnë. Kjo është ajo e cila bën që veprat e tyre pra të bëhen pluhur e hi. Pra parashtrohet pyetja se si mund ta ndërpresim ne këtë rrugë e cila na çon pra në gjunahe. Mirë po si ta ndërpresim ne këtë rrugë nuk është lehtë. Sepse gjunahet për nga natyra janë atraktive, janë mashtruese. Pra çdo njeri mashtrohet mbas atyre. Wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum. Madje edhe shejtani thotë u ka zbukuruar punët e tyre. Shumë prej harameve sot janë të zbukuruara. Asnjëherë ndoshta gjatë historisë nuk ka qenë harami i zbukuruar dhe i lehtësuar sikurse sot. Nuk e di, më tha mirë, po mbas asaj çka e shohim edhe çka thon dietarët edhe çka e shohim me sytë e ballit, e shohim se asnjëherë s'ka qenë deri në këtë derexhe degenerimi, devijimi, dhe me thonë, ose zbukurimi i haramit, ose madje edhe lehtësimi i haramit. Pra ky njeri
e rrezikon veten e vet, pra këto harame ta çojnë që ai domethënë mos e arrijë kurrëherë devotshmërinë e duhur. Arrin deri në një gradë edhe nuk shkon më lart. Nuk mund të arrijë atë devotshmërinë, pra devotshmërinë e duhur. Edhe këta gjunaje që ka i bën janë argumenti i zemrës së sëmur. Pra shpesh zemra i ka disa smundje, ka smir, ka urrëtie, ka xhelozi. Po ashtu ka edhe dashuri për harame. Pra ka, do të thonë, ndoshta ai abstenon për gjunaje, mirë po sërish ka një fardoze të dashurisë për atë haramin. Madje kjo është edhe më e vështirë që ky njeri të bëj sabër edhe durim që mos e veproj atë haram. Pra të përgatitet njeriu për këtë ditë madhështore, për të cilën Allahu subhanahu wa taala ka thënë yawma la yanfa'u malun wala banun, ditën në të cilën nuk bën dobi pasuria edhe as evladi. Illa man ata Allah bi qalbin salim, por pos ai që vjen me zemër të shëndosh. Pra zemra e shëndosh o çelsi. Pikrish ibadetet e zemrës, adhurimet e zemrës i duhet të jenë fokusi kryesor i jonë. Se shumë më lehtë ti përmirësosh aspektin material, aspektin e dukshëm. Mund ta përmirësosh namazin tënd, ta zgjati sejdën tënd, kur të ngrihesh për rukuje ta bësh në mënyrën e duhur. Kjo është shumë më lehtë. Ose ta praktikosh një prej suneteve të hajës, ose të pijes, ose të ecjes, ose sunete në xhami, ose sunete në shtëpi. Kjo është më e lehta. Mirë po më e rënda është që ti përmirësojmë ibadetet ose adhurimet të cilat janë adhurimet e zemrës. Adhurimet të cilat janë të padukshme. Në krye të krejtëve këtyre, sinqeriteti për Allah. Pra kjo është më e rënda. Edhe dietarët kur kanë folur për sinqeritetin gjithmonë kanë thënë, jam munduar me 10 vite ta rregulloj niyetin. Mas 10 vite, mas 20-30 vite e kom pasë, e kom filluar ta ndjej lezetin e ibadete. Pse? Për arsye se shejtani gjithmonë aty mundohet që të pengojë. Mundohesh një vepër ta bësh për hir të Allahut, në gjithë rrugës e prishin. Do të thonë gjithë rrugës ndron niyeti. Sepse çdo vepër ka fillim, ka domethënë ekzekutim, edhe ka përfundim. Pra çdo herë shejtani mundohet që në një prej këtyre fazave të depërtojë. Ose në fillim mos të lënë hiç ta bësh, ose t'ja fillojsh edhe në mes të asaj të pengoje, ose në fund të asaj të ta ndryshoje niyetin edhe mos bëhet një vepër për hir të Allahut, të bëhet domethënë për çka? Për si e fatësi, për ria e kështu me radhë. Dietarët kanë transmetuar disa këshilla edhe kanë thënë, kush e përmirëson brendinë e vet, Allahu do t'ja përmirësoj t'jashtmen e atij. Dhe kush e përmirëson raportin me Allahun, Allahu t'ja përmirësoj atij raportin me njerëzit tjerë. Edhe kush e përmirëson çështjet që kanë të bëjnë me ahiretin, Allahu do ja përmirësoj çështjet të cilat kanë të bëjnë me dunjan atij. Pra këto 3 hapa, të cilat janë shumë të rëndësishme që besimtari pra t'i mbajë mend. Një gjë që ti duhet ta kemi gjithmonë parasysh, sepse jemi njerëz, edhe jemi bita Ademit, edhe çdo biri i Ademit është gabimtar. Innal hasanat yudhibna as-sayyiat. Allahu ka thënë veprat e mira i shlyejnë veprat e këqija. Mos i humb shpresat prej mëshirës së Allahut. Pa marr parasysh, kjo rrugë është e rëndë. Ma thënë, rruga është e rëndë. Pra dy gjëra, abstenim, heqje dorë prej gjunoheve, edhe veprim i urdhrave të Allahut subhanahu wa taala. Thot njëri prej dietarëve të hershëm, nëse ke mundësi, mos ju bosh dëm edhe keq zullum atyre që i don, atëherë mos ju bën keq. Ato i kanë thënë, a thua vallë, njeriu ju bën keq edhe padrejsi atyre të njerëzve të cilat ai don? Ai tha po, ju bën si? Ka thënë dije se për ty vetja jote është më e dashur. Ndërsa ti kur bën mëkat, faktikisht i ke bën zullum edhe padrejsi vetes tënde. Cili është më i dashur te njeriu? Çdo njeri thot veten tim e du, mos andi e du vllahun, mos andi e du nanën, mos andi e du filanin e filanin. Çdo ai jep përparësi vetes vet. Edhe i kanë thënë nëse dëshiron, më thonë që mos ju bëj zullum të afërmve, kanë thënë si ti bëj zullum të afërmve. Atëherë mos i bën zullum vetes tënde. Si bëj zullum? I bën zullum me gjunohe, me harame. Çdo haram të cilin e bëjmë, e pengojmë veten tonë. I pengojmë këmbët e tona, me gjunohet tona, i pengojmë, më thonë, e pengojmë suksesin tonë, e pengojmë devotshmërinë tonë që të arrijnë, më thonë, nivelin e duhur, e kështu me radhë. Pra shumë pasoja të cilat pra dietarët edhe i kanë përmendur në librat e tyre. Thot Muhamet ibn Sirin një herë,
e kishte kapluar, e kishte mundur borxhi. Ka pat borxhe. Sigur se shumë prej njerëzve sot. Edhe e ka kapluar edhe pikllimi. S'ka pat mundësi i qetësohet, ka pat borxhe. Jo sigur se për shembull sot ka njerëz të cilët nuk sikletohen, ka borxh se ka ele hiç. Ma shumë sikletohet ai çka i ka dhënë këtij borxh se sa çka i ka marrë dikujt borxh. Thot Muhammed ibn Sirini, thot isha i pikluar. Isha i pikluar prej kësaj situate. Edhe më kujtua se kjo ishte prej një gjunaji të cilën e kisha bë para 40 viteve. Pra shife, ku bën një gjuna para 40 vite, tash më kujtohet se më duket kjo brengë dhe ky pikëllim, kjo mos rahati të cilën e kam, është më duket për shkak të asaj, për shkak të një gjunaji të cilën e kam bën shumë më herët. Ndërsa thot Ebu Sufjan e-Darani, thot ishin në atë kohë, pra gjenerata e hershme, ishin në atë kohë që e dinin se pse edhe prej kuaj ju ka ardhur dënimi i gjunajt, ndërsa ne sot nuk e dim se prej cili gjunash duke na ardhur ky dënim, ose ky pikëllim, ose ky problem. Se pse? Për shkak se janë shtuar gjunat. Edhe njeriu nuk e din ka të mbrohet. Gjunahet gjatë ditës, gjunahet gjatë natës, gjunahet me dorë, me kom, gjunahet me ndëgjim, me shikim, gjunahet me fantazia ndryshme e kështu me radhë, edhe nuk e din njeriu nga ta prese, nuk e din prej çkajt. Pse? Pra shtohen gjunahet, edhe gjunahet pra dalin jashtë kontrollit, edhe nuk e din njeriu se pasojat të cilat i ka sot, nuk e din se prej nga. E kjo kthehemi ta i thënë Omerit radhiyallahu anhu, thot, llogaritë veten tënde përpara se të llogaritë dikush tjetër. Pra do dalim përpara Allahut, do na marrë Allahu subhanahu wa taala neve llogari për çdo vepër. Për çdo vepër të madhe ose të vogël. S'ka mundësi tjetër përveç se ta posh. S'ka mundësi ta mohosh. Ndonjë po e mohojmë. Ai ishe ti çka ma gërvishte e rabën, valla si sham, e u kri. Ai ishe ti çka e bane kët, jo s'kam qenë. Mirë po Allahu subhanahu wa taala ka thonë, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Allahu e din syrin tradhtar, edhe e din çka fshehin gjoksat. Pra Allah e din çdo gjë. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, dhe ai ka mundësi pra për çdo gjë. Inshallah këtu e përfundojmë. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.